Dashi. Dita e sotme do të jetë mjaft interesante dhe do t'ju jap mundësinë të zgjidhni disa çështje që kanë mbetur pezull prej kohësh. Në dashuri do t'regoheni shumë më të arsyeshëm ju që jeni në çift. Kjo do ndihmojë të shmangni keqkuptimet dhe mosmarrëveshjet. Pasditja dhe mbrëmja do jenë më të ngrohta dhe më të qeta. Nëse jeni beqar, do dini mirë si të veproni dhe çfarë të bëni për të nisur një lidhje të re. Në punë, edhe pse mund të debatoni me disa kolegë që ju pengojnë, do t'regoheni mjaft të mençur dhe do dini kur t'i dëgjoni këshillat e tyre. Kujdes me financat, shmangni marrjen e parave hua, sepse mund të përballeni me vështirësi më vonë. Shëndeti. Stresi i akumuluar mund të ndikojë tek gjumi dhe energjia juaj. Mundohuni të gjeni pak kohë për pushim dhe qetësi. Një shëtitje në natyrë do ju ndihmojë shumë. Këshilla e ditës. Mos e humbni durimin me njerëzit që ju pengojnë. Ngjarjet po vendosen në favorin tuaj, vetëm prisni momentin e duhur për të vepruar. Demi. Sot do arrini më në fund të gjeni përgjigje për shumë pyetje që ju kanë munduar prej kohësh. Nëse jeni në çift, marrëdhënia nuk do jetë e shkëlqyer, megjithatë do kuptoni që të dy keni bërë gabime. Më mirë prisni një moment më të qetë për të folur hapur. Beqarët do tërhiqen nga një person me një buzëqeshje vezulluese dhe do hidhen në krahët e tij pa shumë mendim. Në punë do ju konkretizohen disa plane, por sërish nuk do arrini nivelin që dëshironi. Disa kolegë do jenë një hap përpara jush. Sa i përket financave, më mirë lini familjarët të menaxhojnë përkohësisht buxhetin tuaj. Shëndeti. Lodhja mendore mund të ndikojë në gjendjen tuaj fizike. Kujdes me tensionin dhe shmangni ushqimet e rënda gjatë darkës. Këshilla e ditës. Mos i merrni vendimet me nxitim. Durimi do jetë arma juaj më e fortë sot. Binjakët. Dita do jetë e mbushur me nervozizëm dhe mund të ndiheni të keqkuptuar nga të tjerët. Në dashuri do jeni si përfaqësor dhe kjo do sjellë pak kënaqësi në çift. As beqarët nuk do kenë fat në takime, pasi do mungoj përqendrimi dhe dëshira për lidhje të qëndrueshme. Në punë do jeni plot energji, por disa kolegë mund t'ju pengojnë dhe kjo do sjellë tensione të forta. Kujdes me shpenzimet, sepse ekziston rreziku i një krize të vogël financiare në fund të ditës. Shëndeti. Mund të ndjeni lodhje fizike dhe nervozizëm. Kufizoni kafen dhe përpiquni të bëni pak pushim gjatë ditës. Këshilla e ditës. Mos reagoni me nxitim. Heshtja dhe vetkontrolli do jenë mënyra më e mirë për të shmangur konfliktet. Gaforja. Dita e sotme do të jetë e mbushur me energji pozitive dhe do dini si t'i bëni të tjerët të ndihen mirë pranë jush. Në çift do jeni të përkujdesur dhe do përpiqeni t'i dhuroni partnerit çdo gjë që e gëzon. Për beqarët do ndodhin disa ngjarje të papritura, të cilat do bëhen më të qarta vetëm në mbrëmje. Në punë mund t'ju kërkohet të merrni përgjegjësitë e një kolegu që mungon, ndaj organizimi i ditës do jetë kyç. Financat nuk janë shumë të qëndrueshme, ndaj shmangni shpenzimet e panevojshme. Shëndeti. Kujdes me lodhjen fizike dhe mungesën e gjumit. Mos harroni të ushqeheni rregullisht dhe të pini ujë gjatë ditës. Këshilla e ditës. Mos kini frikë të ndihmoni të tjerët, por mos harroni të vendosni kufijtë tuaj. Luani. Nëse tregoheni të matur dhe të ekuilibruar, dita do shkojë shumë mirë. Marrëdhënia në çift do jetë e mbushur me dashuri dhe ngrohtësi. Edhe pse mund të lindin disa mosmarrëveshje, do kalojnë shpejt fal komunikimit tuaj të hapur. Beqarët, edhe pse do kenë mundësi, duhet të shmangin lidhjet serioze sot. Në punë do ishte mirë të diskutoni hapur me eprorët për idetë dhe kërkesat që keni. Mos e mbani gjithçka për vete. Në planin financiar, situata do përmirësohet ndjeshëm fal ndikimit pozitiv të yjeve. Shëndeti. Gjendja fizike do jetë e mirë, por mos e teproni me lodhjen apo stresin. Një aktivitet i lehtë fizik do ju ndihmojë për të mbajtur energjinë në ekuilibër. Këshilla e ditës. Bëni kujdes që mos e lini krenarin t'ju udhëheq në vendimmarrje. Për ulësia sot do jetë çelësi i suksesit.
Virgjëresha. Edhe pse ndikimi i yjeve do jetë përgjithsisht pozitiv, do ketë disa momente pasigurie. Në çift, gjërat do fillojnë të normalizohen dhe mund të bëni gjeste të veçanta që do ngrohin zemrën e partnerit. Beqarët do përfshihen nga një ndjenjë e fortë dhe do përpiqen me çdo mënyrë të afrojnë personin që pëlqejnë. Në punë do jeni ambicioz dhe këmbëngulës, por mos i besoni verbërisht kolegëve që nuk e kanë gjithmonë zemrën e pastër. Në aspektin financiar, përmirësimet do jenë më të mëdha nga sa e prisnin. Peshorja. Sot do zgjoheni me energji pozitive dhe humor të mirë, gjë që do ndikojnë në mënyrë të shkëlqyer në çdo aspekt të ditës suaj. Në dashuri, për çiftet parashikohet qetësi dhe mirëkuptim. Do komunikoni lehtë me partnerin dhe do ndiheni më afër njëri tjetrit se kur më parë. Beqarët do jenë mjaft të favorizuar nga yjet, duke pasur mundësinë të njohin diçka që mund të bëhet pjesë e rëndësishme e jetës së tyre. Mbrëmja do sjellë emocione të forta dhe dëshirën për t'u angazhuar në një lidhje të re. Në punë do tregoheni të motivuar, serioz dhe të vendosur. Asnjë pengesë nuk do ju ndalë nga objektivat që keni vendosur. Financat kërkojnë kujdes, është koha të kurseni më shumë për të shmangur vështirësitë e mundshme në javët në vijim. Shëndeti. Do ndiheni plot energji, por kujdes nga lodhja mendore. Një pushim i shkurtër gjatë ditës do ndihmojë trupin dhe mendjen të rifreskohen. Mos e teproni me kafen apo ushqimet e rënda. Këshilla e ditës. Mos lejoni që euforia t'ju bëjë të merrni vendime të nxituara. Ecni me hapa të sigurt dhe do arrini shumë më tepër se sa prisni. Akrepi. Planetet do jenë plotësisht në anën tuaj sot dhe do ndiheni të mbushur me energji pozitive. Do arrini të lini pas një herë mirë kujtimet e hidhura të së shkuarës. Në dashuri, marrëdhënia në çift do jetë e mbushur me emocion dhe qetësi. Do përjetoni momente të ëmbla dhe të sinqerta, pa tensione apo debate. Beqarët do kenë një ditë premtuese, por nuk duhet të nxitohen për të filluar diçka të re. Në punë do tregoheni luftarak dhe ambicioz, mund të bëni sakrifica, por suksesi do jetë i garantuar. Financat kërkojnë vëmendje, mos rrezikoni me investime të mëdha apo shpenzime të panevojshme. Shëndeti. Gjendja fizike do jetë e mirë, por përpiquni të shmangni mbi ngarkesën. Një pushim i shkurtër do ju ndihmojë të rifitoni ekuilibrin emocional. Këshilla e ditës. Lëreni të shkuarën pas. Sot është dita e duhur për të filluar një kapitull të ri, më të ndritur dhe më të qetë. Shigjetari. Sot do shihni gjithçka nga një këndvështrim i ri dhe do gjeni zgjidhje për problemet e së shkuarës. Në dashuri, çiftet do kenë një ditë të begatë dhe të mbushur me vendime të rëndësishme. Periudha e pasigurive do marrë fund. Beqarët do jenë më të hapur dhe më të sinqert në ndjenja, duke tërhequr njerëz të rinj që do sjellin gëzim në jetën e tyre. Në punë do keni shumë detyra dhe ngarkesë, prandaj kërkoni ndihmë nga kolegët për të shmangur stresin. Në planin financiar, tregohuni të kujdesshëm në çdo hap, pasi një vendim i nxituar mund t'ju kushtojë. Shëndeti. Lodhja mendore dhe fizike mund t'ju rëndojë, prandaj mos neglizhoni pushimin. Një ecje e lehtë ose një pasdite në qetësi do ju ndihmojë të rifitoni balancën. Këshilla e ditës. Mos keni frikë të kërkoni ndihmë. Forca e vërtetë qëndron në bashkëpunim dhe jo në përpjekjen për të bërë gjithçka vetë. Britsjapi. Sot do tregoheni reflektues dhe do mendoni me kujdes për çdo hap që do hidhni. Dita do jetë e qetë dhe e qëndrueshme. Në çift, tensionet do zbuten dhe do arrini të gjeni gjuhën e përbashkët me partnerin. Pranimi i gabimeve do sjellë më shumë mirëkuptim dhe dashuri. Beqarët do jenë më të hapur emocionalisht dhe mund të fillojnë një lidhje që do ndryshojë rrjedhën e jetës së tyre. Në punë do përballeni me sfida të reja, por do i kapërceni fal përkushtimit dhe profesionalizmit. Financat janë në përmirësim, megjithatë, mos u tregoni të shkujdesur me shpenzimet. Shëndeti. Gjendja fizike do jetë e mirë, por kujdes me sistemin nervor. Mos u mbingarkoni me përgjegjësi dhe merrni kohë për të pushuar. Këshilla e ditës. Ndonjëherë përulësia është më e fuqishme se ambicia.
Lini mënjan krenarin dhe do fitoni respektin e të gjithëve. Ujori. Sot do zgjidhni t'i merrni gjërat me qetësi dhe do reagoni me maturi ndaj çdo situate. Në dashuri, përdorni fjalët e ëmbla dhe kujdesin nëse doni që partnerit ju kuptojë më mirë. Nëse tregoheni të ftohtë, mund të krijoni distancë të panevojshme. Beqarët do jenë më të hapur ndaj njohjeve të reja, por marrëdhëniet që do lindin sot mund të jenë afatshkurtra. Në punë, do reflektoni më shumë para se të merrni vendime. Mos veproni pa qenë të sigurt për rezultatet. Financat do mbeten të qëndrueshme nëse vazhdoni me të njëjtin kujdes. Shëndeti. Gjendja fizike do jetë mesatare. Kujdes me tensionin dhe lodhjen e syve nga puna. Pushoni mjaftueshëm. Këshilla e ditës. Qetësia është arma juaj më e madhe sot. Mos lejoni askënd t'ju provokoj apo t'ju prish balancën e brendshme. Peshqit. Dita do jetë disi e ndërlikuar emocionalisht. Do ndiheni të mbyllur në vetvete dhe kjo mund të krijojë tensione në çift. Mos lejoni që heshtja të zëvendësojë komunikimin, sepse kjo mund të çojë në keqkuptime të mëdha. Beqarët, duke u marrë me gjëra të parëndësishme, rrezikojnë të humbasin një mundësi të vyer në dashuri. Në punë do keni shumë ngarkesë dhe do përballeni me disa sfida, por me durim do ja dilni. Financat do jenë më të qëndrueshme se më parë, ndaj mund të bëni disa investime të menduara mirë. Shëndeti. Mund të ndiheni të lodhur dhe pa energji. Kujdes me ushqimin, gjumin dhe mos harroni të merrni frym thellë në momente stresi. Këshilla e ditës. Mos u mbyllni në vetvete. Komunikimi është çelësi për të kapërcyer çdo vështirësi dhe për të rifituar qetësinë shpirtërore. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, shobizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.